E pazakont, vajza divorcohet, familja e pret me ceremoni në shtëpi. Një familje në Indi e ka pritur vajzën në shtëpinë e tyre me një festë dhe me ceremoni pas divorcit nga bashkëshorti. Vajza u divorcua me partnerin e saj pas një viti abuzim dhe ngacmimi që dyshohet se përfshinte ish-vjerin e saj. Në një shënim të sinqert, atë Prem Gupta shpreu rëndësinë e respektimit dhe nderimit të vajzave tona, veçanërisht kur është në rrezik mirëqenia e tyre. Kur martesa e vajzës suaj bëhet me madhështi dhe shfaqje dhe nëse bashkëshorti dhe familja rezultojnë të gabuara ose bëjnë gjëra të gabuara, atëherë duhet ta ktheni vajzën tuaj në shtëpinë tuaj me respekt dhe nder, sepse vajzat janë shumë të çmuara, u shpreh Prem Gupta.